Qiljeta është zgjuar me temperaturë. Jo nga ajo temperatura që po mendoni ju. Duket se gripi nuk i ka rezistuar Qiljetës dhe ka kapur fort. Ajo postoi këtë foto me një nap në fytyrën e saj të nxehtë si prush, sigurisht, dhe buzët e saj në pozicion lufte. Edhe sëmur, edhe seksi, nuk ndryshoi një herë kjo vajzë. Lori Hoxha postoi një video në Instagram dhe jo pa qëllim. Mami Vjollca sot ka ditëlindjen dhe bukuroshja e uroi me këtë formë. Duke qenë se Lori ndodhet me pushime, ajo shkroi Happy Birthday Mom dhe një zemër të madhe me gishtat e saj. Përfitojmë dhe ne të urojmë mamin e Lorit, edhe 100. Olta Gixhari është bërë një anvizë shembullore, sigurisht edhe pse po gatuan, ajo nuk ka harruar pozat seksi dhe detajet speciale në look, si kjo lulja gjigande në kokën e saj. Kjo foto është fiks për të thënë lum kush ta marrë Oltën për nuse. Troj tashmë është rritur dhe është bërë një djalë i madh, duket se mami Adrola nuk e ka fare problem ta lërë atë në privatësinë e tij duke shkëmbyer një baby kiss me të dashurën e tij më të re. Ta bebusha vetëm duke i parë të kënaqin. Adrola Dushi është vërtet një mami me fat. Olta Boka duket se ka paraprir një vit plot me fat. Ka qenë pikërisht ajo që ka gjetur lekun në ditën e Sultan Evruzit. Thonë që ai që gjen lekun e pret një vit plot me fat. Ti je vallë kështu dhe për Oltën? Shohim çdo të ndodh.